kam kuptuar që javën e parë që do të merrja rolin e antagonistës. Të e dalluat nga produksioni. Fermieri jo i vërtet. Vispupa. Ai ndoshta ka frikë se si jena mon kamera. What the fuck? Ore, mos ja fusni kot se nuk jeni çuditshëm. Ore të mbys të them. E kupton? Nuk e thjet me pulat. Pastaj do i thoje të therë si pulë. Do thërë, wow. Kemi që parë që diskutojmë para se të nisi programi, që pula, unë them pula i bën vezët vet. Do Ta të gjel. dy thonë që do gjelin për të fekonduar që të bëj vezët. Jo, e dini për çfarë më vjen keq mua, sepse e ftuara e ditës së sotme erdhi dhe na zuri në këtë bisedë dhe fatosi që po fliste me gjithë patos. Dhe ftuara mbajti anën e këtyre të dyve, tha që po pula ka nevojë për gjelin, tha që ti Po bëj vezët. sepse ajo di më shumë se ty. Jo, Se dhe unë Ka pyeta pasur një chatin. eksperiencë shumë të gjatë, diku ku ti nuk e qenë. Po Ah, chati shite. thot dhe për gjithë fshatarët që janë duke më ndjekur, më vërtetoni që pula i bën vezët vet dhe Zemra. gjelin ka nevojë vetëm për ta fekonduar për të ndjerë zoq. Ti fatos bashkë me chatin tënd mund ta thuash patjetër, po më mirë se ty dhe chati jot e di ajo që sapo ka dalë nga ferma. Dhe ajo është Sara Karaj. Na fal Sara se na gjetë kështu. Pak në Me debat pula e në përkëmb, me Jo, pula nga në dia ju përkëmb. kisha sjell një bikerin. Bikerin. Sa që mban vezët ore. O zot, Ja, niveli ku nuk e do di. shkoj. Nuk e di, po t'ishe përgatit pak çan këtë emisione pa Pa me pas zonë, nuk jemi live. Nuk jemi live. Sara, si e ndjerë këto ditë pas daljes nga ferma, u bëm më shumë se një javë tashmë, po duke qenë se u mbyll dhe finalja. Bë 4 ditë, po vajt më. Si, e ke marrë veten? Akoma se ka marrë mirë veten, sepse patjetër këto ditë kanë qenë shumë intensive, kemi pasur post, kemi pasur update për të bërë se çfarë ka ndodhur me jetën e njerëzve të rëndësishëm gjatë kësaj kohe, kështu që ka qenë pak e ngarkuar, po ja doja marr. Cila ka qenë gjëja e parë që ti ke bërë sapo ke dalë nga ferma? U takove me bashkëshortin, me fëmijët? U takova me bashkëshortin, se normalisht ai erdhi me dhe më mori. Tha më në fund hajde. I shkreti, ai shumë ka lobuar, ai shumë është lodhur. Jo, ai e di të vërtetën time dhe ai më njeh mua dhe prandaj edhe pasi e kam parë, e kam kuptuar pse është munduar dhe është lodhur aq shumë për të më kuptuar mua pak më shumë. Gjëja e dytë që kam bërë është që kam shkuar tek fëmijët, i kam puthur dhe ditën tjetër i kanë thënë dartit, nuk ishte te televizori mami? Pse doli mami nga televizori? Sara, nuk e di se sa kohë ti ke patur, se the dhe vetë që ka qenë pak sa periudhë ngarkuar, të shikoje gjithë eksperiencën tënde tek ferma VIP, lajmet që janë shkuar për ty. Si e shet ti tani nga jashtë rolin tënd aty? Se ke patur, me thënë të drejtën, rolin e antagonistes dhe e sulmuar shumë. Atëherë, unë nuk kam parë shumë gjëra, sepse kam zgjedhur të mos shikoj çfarë ka ndodhur më përpara. Unë fermën e kam mbyllur. Ka qenë një eksperiencë shumë intensive dhe e bukur patjetër. E kam kuptuar që javën e parë që do të merrja rolin e antagonistës, sepse e kuptova kush ishte protagonistja. Jo domosdoshmërisht bie dakord me të gjitha gjërat që janë shkruar apo kanë ndodhur, por ajo që jo më prek, po ajo gjë që mendoj që duhet të ishte pak më ndryshe është që pikërisht njerëzit që mendojnë dhe thonë që jemi shumë të hapur për mendime të ndryshme, janë pikërisht ata njerëz që nuk pranojnë mendime ndryshe dhe janë shumë strikt me ato çfarë duan të dëgjojnë nga të gjithë. Unë mendoj që roli im në ferm patjetër që ka qenë rol kyç, sepse nëse unë nuk do ta bëja këtë rol edhe nëse nuk do të isha antagonistja, nuk do të kishte as protagoniste dhe nuk do kishte ngjarje që do ndodhin. Do ndodhin vetëm je shumë e mirë, je shumë e bukur, hajde të mbyllet ferma që javën e parë. Kështu që patjetër që kishte nevojë për pak Do kishte zhurmë. debate. Nuk do kishte debate. Moza, mendon që ishte një protagoniste e merituar dhe ka luajtur mirë rolin e saj? Unë nuk mund të them që është e merituar ose jo, sepse nuk më takon mua ta gjykoj për sa kohë isha aty brenda dhe nuk isha jashtë. Personalisht nuk kam shumë qef kur në reality zbulohet ose admirohet kaq shumë një personazh që në fillim, edhe si shikuese e them këtë, sepse kam dëshirë të ketë pak enigëm në mes,
Po ju këtë e dalluat nga produksioni se ju s'kishit informacion nga jashtë. Në të gjithë rrugtimin tim, nuk e di se sa e keni ndjekur, po kam qenë gjithmonë shumë telepatike. Edhe në jetën time, po edhe në reality. Kjo sepse kam përdorur shumë logjikën në emision dhe një gjë që më ka ardhur keq është që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar sa mundohesh ai që të gjeja orën ose që gjeja gjëra të ndryshme që do ndodhnin, sa fokusohesh atë gjërat që dëgjoja pra kur ishim në prime, çfarë thuhej ose çfarë bëj, doja gjatë gjithë kohës të merja këto informacione dhe ti përpunoja për gjatë javës. Sara, me këtë nuhatjen tënde që ti sapo the, atë ka rënë në sy ndoshta një favorizim i cili mund të jetë bër Mozës, qoftë në falje të ndonjë batute që mund të ketë bër ose diçka tjetër nga produksioni? Shiko, ajo që unë kam vënë re së brendshmi, se nuk dua të flas së jashtëmi se është pak ndryshe. Ti aty, më thënë, çfarë ke ndier ti? Ajo që kam vënë re është që të gjithë, publiku, produksioni, të gjithë ishin përullur ndaj Mozës. Pra, patjetër Moza është një shkrimtare intelektuale, i ka të gjitha këto bagazhe, por ne nuk ishim hyrë në fermë me bagazhet me vete. Të paktën unë, e kam thënë disa herë, bagazhet e mia i kam lënë jashtë, siç kanë bërë dhe shumë aktorë aty edhe personazhe VIP që për mua janë shumë big jashtë dhe i kanë lënë të gjitha tek dera dhe aty ishin si ne. Njerëz të thjeshtë, të gjithë njësoj. Si gjithë konkurrentë. Nuk e di se çfarë ndodhi mbase sepse Moza e mori popularitetin që ditën e parë me atë shtrirjen te krevati që bëri, e kam kuptuar që në fillim që do marri hype se njerëzit vdesin jashtë që jesh kontroverse ndaj produksionit. Po, ose kur thoshte përtoj të dal nga këtu ti tek dhoma Agait, pra e kuptoj që njerëzit vdesin për këtë gjë, po mendoj që ka ndikuar shumë edhe mosha që Moza ka, që ne brenda nuk e trajtonim si dobësi, por jashtë merrej si ta shpjegoj. Si një avantazh që si një avantazh që shiko se ajo është e madhe, pse ju reagoni në këtë lloj mënyre. Pra për këdhele. Ndërkohë që ne aty ishim të gjithë njësoj, si unë 30 vjeçë, si Romiri që mund të ishte 50 ca, pra ishim të gjithë njësoj. Po a mendon që Moza ka luajtur apo ka qenë vërtet në gjithë gjërat që ka bërë? Moza ka luajtur. Ka luajtur. Po e ka thënë edhe vet Moza që ka luajtur. Moza, un kam bërë shumë biseda të thella pavarësisht se në base nuk janë. Sikur e ndryshoi pak atë, sikur u kthye më, sikur ul më shumë. Pak se është lodhur, po. Unë kam shpjeguar që javën e parë këtë gjën, Moza me biseda që kam bërë unë shumë private me të për familjen apo për pjesë të tjera të karakterit të saj dhe timin, është shumë e dashur, e kam vërë edhe në disa momente që edhe unë jam lënduar, ajo ka ardhur, ka bërë një supë, pra kemi pasur një marrëdhënie pavarësisht se jashtë duhej të dukej kjo agresiviteti dhe dhe jepeshin më shumë këto momente. Kemi pasur dhe një marrëdhënie shumë njerëzore, pavarësisht se jashtë nuk dukej edhe çdo gjë që bëja unë ishte negative. Ashtu mori rrjedha. Ti ke pasur debate shumë të ashpra brenda fermës dhe siç e thash dhe në krye të herës, je ofenduar. Nga këto debate ka pasur diçka që realisht të ka lënduar, të ka prekur, të ka mbetur peng, që ka ndodhur? Çdo gjë që ka ndodhur në ferm, për mua ka ngelur në ferm. Edhe nëse do dilja në javën e dytë dhe në javën e tretë, më beson nuk do t'isha kurrë një nga këto personazhet që do të dilja në për emisione apo siç kam parë që kanë bërë shumë, dhe të filloja dhe t'hidhja vrerë ndaj atyre që me dhënë drejtën nuk kanë asnjë informacion edhe nuk e dihet se çfarë bëhet jashtë. Kështu që për mua gjërat që ndodhin ferm besin ferm edhe mbyllet me kaq. Kushdo pastaj i ka lënë aty dhe kemi vazhduar marrëdhënien edhe jashtë. Kushdo nuk flet edhe për mua it's okay, nuk është se janë njerëz që fundi botës. Unë familjen time e kam, partnerin tim e kam, fëmijët e mi e kam të kompletuar dhe nuk kam hyrë aty për të krijuar diçka personale më shumë. Unë kam hyrë për fitimin e çmimit, siç e kam thënë që në fillim. Ti qëndrove gjatë në ferm, edhe siç tha dhe Artemisa me debate të ashpra me ulje ngritje. A ka pasur një moment që ti ndoshta nga malli i fëmijëve, po ndoshta nga presioni i madh i lojës, ke dashur të heqësh dorë nga gara? Po, ka pasur shumë momente.
momenti I parë ka qenë momenti kur kam pasur përplasje me Akilin, e kam thënë edhe në emision që unë do iki. Që në fillim, sepse unë hyra tek mua më kanë propozuar dhe emisione të tjera reality në disa vite, por unë hyra tek Ferma sepse ishte ferm. Nuk hyra tek Ferma për të bërë alla Big reality Brother të tjera. Po, Big Brother ose reality të tjera që kam parë. Kështu që kur ishte që në javët e para ajo lloj qasje nga individ saktuar, për mua ishte too much sepse nuk doja atë gjë. Kam qenë gjatë gjithë kohës e impenjuar, do të thënë, më vjen keq që është marrë vetëm konotacionin negativ I debateve që mund të kem bërë, dhe nuk është marrë puna që unë kam bërë aty, impenjimi që kam pasur, shoqëria që unë kam bërë që mund të ketë qenë një ndër shoqëritë më të sinqerta aty me Jonidën edhe me Vanesën, në krahasim me gjithë gjërat që kanë ndodhur brenda. Impenjimi që kanë pasur edhe në sfida, edhe për shembull çështja e bajgave që u futat e bajgat që gjeja buxhetin, ka qenë diçka për gjithë, nuk ka qenë vetëm për mua. Pra ka pasur disa anë, pavarësisht se ka dalë më shumë ana e debateve që ishte e nevojshme për të bërë. Tara, duke marrë parasysh gjithë këto gjëra që ti I përmende, a e meritoje ti finalen? Dhe a u ndjeve e zhgënjur që nuk ishte pjesë e finales? Unë mendoj që edhe ata që më kanë qef, edhe ata që s'më kanë qef, kanë menduar që unë e meritoja finalen. Për gjithë punën që kam bërë në ferm. Unë realisht e kam konsideruar fermën si punë, sepse të rish larg familjes edhe fëmijëve nuk është e lehtë. Nuk është e thjeshtë dhe patjetër që unë duhet të impenjohesha që ta justifikoja edhe te vetja ime gjithë këtë mungesë që po bëja. Por finalja ishte pak si me të qëlluar, po në vend të kujt mendon që duhet, pra kush nuk e meritonte finalen? Jo, s'mund ta them këtë, sepse ne të gjithë jemi lodhur shumë aty, secili në mënyrat e veta, secili jashtë comfort zonit të vet. Comfort zoni im mund të ishte pak më lart se sa I të tjerëve, por unë nuk mund të them se kush e meritonte apo jo, për sa kohë finalja ishte ashtu dhe ishte faktike. Unë preferoj të luaj me logjikën edhe mos të jem emocionale. Mund ta bëj pyetjen më të lehtë. Kush mendon nga finalistët që ka ndihmuar më shumë karriera e tij dhe emri jashtë se sa ajo çka kanë dhënë në ferm? Unë mendoj I kam. Po më thuaj ti. Stoni Malaj, për mendimin tim e ka ndihmuar shumë karriera që ka pas jashtë dhe emri që ka ngritur, se sa ka dhënë ajo në ferm. Okej. Bie dakord apo jo? Bie dakord me këtë? Nuk mund të them bie dakord ose jo, se thash unë jam te gjërat faktike. Faktike ishte që unë nuk isha. Kam parë edhe në reality të tjera që nuk ka shumë rëndësi se kush është në finale apo jo, rëndësi ka kush e mban pas edhe kush është dëgjuar. Fakt është me ato që unë kam dëgjuar, unë Moza dhe Iliri kemi qenë 3 emrat më të lakuar. Për mua kjo është more than enough për sa kohë që e ka marrë si risk për si. Unaza është okay? Ishte një prank. Jo, patjetër. Ndërkohë, Sara, në momentin e eliminimit tënd, njëri për opinionistëve, Ermal Mamaçi festoi, duke u hedhur nga karrigja. Si u ndjeve ti për këtë gjë? Dhe a patë mundësi të flasësh me Ermalin më pas? Unë kam qeshur shumë, kur e kam parë, më ka kujtuar fëmijët e mi. Unë do isha mërzitur me fëmijët e mi. Që u gëzova për Ilirin, nuk u gëzova se si ishte ti në finale. Fëmijët e mi nuk janë opinionist, kështu që janë 5 vjeç, kështu që. Kjo ishte pak shady më duket. Pra ishte një veprim ndoshta jo I pjekur nga ana e Ermalit? Po, edhe jo një veprim opinionist. Unë edhe kur janë eliminuar njerëz që unë kam pasur debate të forta, prapse jam çon këmbë dhe I kam përshëndetur. Është gjë e bukur kjo fund ditës çdo gjë që ndodh aty ngel aty. Dhe siç po thoja, jeta pas fermës vazhdon dhe ne jemi shumë kurioz të dimë se si do vazhdoj jeta jote pas fermës me fermerë dhe me cilët do kesh kontakte. Kështu që do nisim me lojën e parë. Unë do t'jap 3 personazhe dhe do t'jap disa pyetje dhe ti do zgjedhësh mes tyre. Pyetja e parë, me kë nga këto personazhe do dilje për një dark? Okej. Moza, Malbora, Indri. Me Mozën. Me Mozën, do e konsumoj një dark me Mozën. Po, do ishte një dark interesant. Sa do fliten ato dark apo keq për gjithë? Shiko, po të shikosh bisedat që kanë bërë me Mozën dhe ato që janë më ironiket, kanë qenë biseda të mirë strukturuara. Asnjëra pas bisedës nuk ka pasur hatërmbetje. Dhe patjetër që ka momente që Moza ka kaluar në ofendime, siç mund kem ofenduar dhe unë jo në të njëjtën gjuhë, po në mënyrë tjetër. Por gjithmonë kanë mbetur aty, kemi vazhduar edhe Situata tjetër, këto personazhe janë në një ishull
Që nuk është Sazani. Aman keq, vetëm jo se e kam ngrënë këtë çështjen e protestës. Po ishte reagimi jot herë kur morë ishte vesh. të mërshme sepse unë u futa kur në Shqipëri bëhej protestë çdo të premte. Nëse ju kujtohet nga një parti e caktuar. Po. Dhe në prajmin e dytë, atë tretin, Ermali tha është vënuar Armina sepse ka qenë në protest. Dhe në gjithëve na ka ngelur në mendje. Mendove që protesta kanë vazhduar që atëherë? Jo, tani pyetja ishte që çfarë informacionesh keni marrë nga jashtë? Dhe thash me thënë të drejtën, një vetëm informacion që kemi marrë nga jashtë është çështja e protestës. Që u bë viral ky momenti dhe kujton njerëzit. Dhe unë e kam pasur protestë dhe sepse me thënë drejtën me gjithë respektin, por çfarë më duhej mua aty brenda? Çfarë proteste ndodhte jashtë? Jo, realisht nuk të duhej. Unë isha izoluar. Tani që dole dhe e more vesh, ai e pro apo kundër se shumë influencerë janë bashkëngjitur dhe e kanë suportuar këtë. Ramiri për shembull ka dalë në protestë. Ti do dalësh? Atëherë unë në të gjitha protestat që janë bërë, protesta që i përkasin shoqërisë, edhe jo partijake, kam qenë gjithmonë pro, i kam mbështetur gjithmonë. Unë nuk jam person që dalë në protesta dhe patjetër që suporti im është për çdo kauzë që është shoqërore, por njerëzit e zgjedhin të suportojnë në mënyra të ndryshme dhe ky presion i madh që dil bëje për mua është njësoj si atje pse ti si je me mozën, do të thënë është një gjë. Do të thënë kam edhe unë mendimet e mia, e kupton? S'ka nevojë të jemi të gjithë njësoj. Shumë e vërtet. Vazhdoj me lojën pra situata. Këto 3 personazhe janë në një ishull dhe kanë nevojë për ndihmë dhe kë do shpëtoje nga ta? Vanessa, Jonida, Romiri. Dhe kë do hidhje nga varka, do e lije aty. Një vend ekstra vetë. Je në det, kë do shpëtoje duke u mbytur. Shiko, mendoj që ajo që do kishte më shumë nevojë për ndihmë do të ishte Vanessa. Te Jonida me Romirin ja dalin vetë. Dinota. Kë do zgjidhje për të bërë një bashkëpunim, një reklam në Instagramin tënd? Ola Adioni Klevisa. Jo. Këngë do bëj Vanessa. Adioni. Ola Adioni dhe Klevisa. Me Adit më shkon shumë muhabeti. Kështu që do e bëni bashkëpunim. Po. Me cilin personazh nuk do flisje më kurrë? Malbora, Zhaku, Kostana. Me Malborën, nuk është se do më ndikonte në jetë asnjëri nga ato, por me Malborën më shumë se kam parë që nuk i ka pushuar ferma. Më vjen ndonjëherë për qeshur. Nuk keni qenë dhe të afërta për gjatë ferma. Jo, s'kemi qenë. Po. Pyetja e fundit, cili nga opinionistët nuk do doje ta shije në karrierën e opinionistit? Armina, Ermali apo Angel? Ai që gëzoi kur dola unë. Jo që gëzoj kur dola unë, po ai që nuk ishte asnjënës. Që Ermali do zgjidhja se pak e tepërt. Tani absolutisht. Kemi lojën tjetër që e me preferuar me the way. Bashkë me Kostianin. Po, jepe. Tani unë kam përgatitur Kostianit 3 emra personazhesh të njohur që ky nuk i di fare. Dhe do ja vendos në ball. Wow, zot, këtë lojën e bëj shumë mirë. Hajde, do i përshkruash këto personazhe vetëm me epitete derisa ta gjej. Okej. Filloj me të parin. Unë si di ndërkohë? Te tregoj pa nga kamera? Jola, çfarë është? Big Brother is. Big Brother is. Ju rry. Më the një tjetër? Dallaveraxhi. Dallaveraxhi. Me sa di finalist? Okay. A është Rogerti? Po. Tani Kostiani është. Nuk e di kush jam, moroj ti jam në robi bukur të paktën. Je shumë e bukur. Çeka më bukur me nëna ime. E përkodhelur. Fal. Po përngruan Kostianin deri tani. Sa ti them unë tani e mandarinizuar, si thuhet? Mos është kuini im? Mos është jeta ime Blona Shereti? Ime! Të dua, I love her. Sa ti bëja? Kisha sa ti kuini im? Tina, I love Blona. Vazhdojmë tani këtu kujdes. Nuk mund të thuash atë fjalën se e gjen direkt. Mos e thuaj fjalën, më shiko mu? Mos e thuaj. Vispupa. Ka lidhje. Vispupa. Me ka shumë lidhje. I kërcyeshëm. Çfarë unë tjetër? Ku kërcen ky me kë kërcen? Ku di unë kush? Mund të kërcen ndonjëherë me visin. Mund të kërcen. I lëvizshëm. Luizeli. Jo!
Qysha. Ka qenë tek biku që përceu me visin. Fokuso te ky edicion. Imitueshëm, çfarë ti thën tjetër? Muzikant. Po muzikant, po. Çfarë ti thën tjetër? Enca. Enca. Ej, shive pak, lëvizë supën. Me sup. Ky me supë. Kjo është problemi ti, është problemi im. Tallava? As kjo s'të jep? Tallava. Kush ka qenë tallavajist aty be? Jo, imitueshëm. Vis pupa, kë ka imituar? Ha, ma tani, e kuptoj që e ke mendjen te unë te Adel, por Po pra, kë ka imituar? nuk e gjeta. A mund ta shoh? Shife. Ha, ma tani, çfarë themi më? O zot e ka Ahmeti, by the way. Nuk më vinte. Unë e bëra timen. Tani, Nëse love mua rremi dhe. Po, e duam shumë. ju qeshët, bën 2 lojra për të qeshë. Tani do qajmë? Jo. Tani do bëhemi serioz. Okej. Do kalojmë te rubrika e pyetjeve serioze. Okej. Dhe është shumë e rëndësishme që ti të japësh përgjigje shumë inteligjente dhe serioze. Aman ose do thonë është informacion nga jashtë. Okej? The shade. Filloj me pyetjen e parë? Po. A mendon se bretkosat janë të nënvlerësuara? Më preke këtë. Nuk ka Jo. si për qeshur. Jo. Ja. Okej. A mendon se karrigës nuk i duhen 4 këmbë? Edhe me 3 do bën. A mendon se qenve në vend të fjalës kuç duhet thënë kuçk? E mendoj. Sara Unë e tha që mendoj, po, tani. e mendon. Okej, Lim di, serioz, jemi- lutem Okej. sesh serioze. Falë se jemi në emisionin tatë, Ketrin. Gjithmonë kështu përfundon. Po. Pse burrat nuk veshin fustane? Veshin fustane. Që kur? Kur bën synet? Gjithmonë kanë veshur fustane. Këta janë në Fustanella? pantalona. Veshin, Fustan, me pika, si ky imi. nuk kanë shije. Jo, e vërtet nuk Emisionin keni shija. tjetër, fustan, Emisionin unë me tjetër. pika, ti me vija. Me buzë o zemra. Problemi këtyre. Po. Çfarë thashë themi mendon që peshqit bëjnë për ne? Sa hanë edhe ata. E vërtet. Si do mos kostja. Që pëlqen gjërat e detit. Sa hanë. A mendon se ngjyrat lodhen duke na parë? Thon, prap këta. Të mia aty se unë vesh vetëm bardhë dhe si. Thonë të lutem na shif, jemi dhe ne këtu. Okej, kam dhe një kërkesë të fundit për ty. Por përpara se të kemi kërkesën, do kemi një të ftuar shumë special. Të lutemi ftuari të vinë në Të studio. hyj i ftuari. Tom. Zemra si e? Tani, Shpresoj mos të bëni atë që mendoj pas kësaj. ne nuk kemi ushqyer, Sara. Okej. Sa po e thash mos e bëni. Okej. Këndoj një këngë ose thuaj diçka që të bëj vezë. Dhe ne nuk ikim këtu pa bërë ajo. Pa bra jo vezë. Shiko, kjo Dhe do vërtetosh të fjalën Ju- time ju- që nuk ka nevojë për gjel për të bërë vezë. ju tani nuk e kuptoni që pulat nuk bëjnë vezë në presion. E para. E dyta i bëjnë vezët, ja, shikon. E dyta i bëjnë vezët natën. Uli çik drita. shife, Ulini pak tani Ulini drita. kamera, gjithë ky pre. lutem. Pastaj ku e keni vendin që do bëj vezët? Ja, si për E fatosit. mbaj unë e pres Janë shumë gjëra që nuk shkojnë këtu. Ju duket që s'keni qenë në Trajtoje ferm. pak Jo, me jo. dashuri dhe këndoj një këngë pulës. Një këndoj këngë. Oh, she's so bad. Qyqa, piqet so mi zemër. Jam gërvishti. Normal, ashtu si po e mban ti gjatë sikur. Glaso! Po Zar, të thash të bën të vezë, jo glas. E me isha e bëri. Hani këto që ka. Qa t'ju them unë juve? Ej, faleminderit Merri pula këto që jon. A mund ta marrë dikush? Sara, si do duk kjo rubrik? Shumë e bukur. A Bëra mund ta shumë. thërë? A mund ta thërë? Jo. Jo, të lutem. Se tani ne e vum Rena e the që në krye të erës që do e moderoj unë këtë emision. Mos ke ndonjë plan kështu në Tani vazhdimsi? plan e kam, edhe propozime çuditërisht më kanë ardhur që në fillim. Po. O su lodha kotun më e motër 3 muaj. Më doli gjua këtu. Nëse mund të Ato zbulojsh pse flet diçka. kaq shumë, pse flet kaq shumë, po pse flasun kaq shumë? Pra ke një projekt. Kam disa projekte që i kam pending, po patjetër do më duhet pak kohë që ti analizoj të gjitha dhe të shikoj se çfarë dua realisht të bëj. Flasim Jam në akoma- televizion dhe në moderim. Po, Apo jo? po.
Flasim në televizion. Nga disa televizione apo vizioni? Jo, nga 2 televizion. Nuk kam pasur propozime për aktrim. Po. Teto, ka për punë. Shiko, ndërsa në një film, se jo. Po. Po YouTube do t'i kthesh? Kam dëshirë. Si ke pasur goxha vite në YouTube, ndaj shumë Je nga të parat. Nga të parat. Kam dëshirë, po mendoj që do t'i kthehem në një mënyrë ndryshe. Se patjetër unë jam më e rritur, nuk mund të jem aq aktive sa që kam qenë atëherë me 3 video në javë, por do t'i rikthehem në një mënyrë tjetër. Është përmendur për faktin që ka misi me produksionin. Mund t'i thuash shoqja Arbanës, shoqja e produksionit. Mund t'i thuash diçka këtyre komentuesve. Pa tjetër që njerëzit në Shqipëri fatkeqësisht shumica prej tyre nuk ta falin dot suksesin. Dhe besoj se e kam treguar dhe në reality-n që isha që nuk kam pasur nevojë për ndihmë. Përkundrazi, unë kam luftuar Unë kam luftuar me çdo gjë që kisha që të bëja atë që bëra. Dhe më besoj që në të gjithë personazhet që ne ishim, që ishim një cast fantastik, mund të kem qenë personi i fundit që mund të ketë pasur lidhje me produksionin, sepse personat e tjerë edhe kishin bashkëpunuar në për filma ose kishin bashkëpunuar në për emisione. Që nëse do ishte kjo teori e saktë, do të ishte për njerëz të tjerë që mund të kenë dalë edhe që në fillim fare. Sara, ne të falenderojmë shumë që dhe të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Shpresoj të sa më shpejt në ekrane. Faleminderit. I kënaqësi që isha pjesë dhe faleminderit për ftesën. Shumë e mirë. Por Sara nuk do të jetë e vetmja e ftuar në këtë puntat, sepse sot që kemi me ofertë 2 në 1. Keni ka me menje të mirë, që që kremi pas parka. Dhe si që tha i madhi Fatos Sullo, ke një tjetër falas. Me iftuar një tjetë? Ja, Bler, se do t'a them mu se meriton ti t'a thua. Bujaka! 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 Faleminderit për 5.000 lekë që na vëm. Unë dua 10. Bujaka po si e morët ka i gresëri? Mos e ekni followën në ndalesën. Jo, a filloj heke followi. Si jeni më të fortit? Qa keni Më të fortit jemi se po bëjmë post ferma këtu para banës. Na brove. Ja ka si e shën këto pak dit pas fermës. Shumë mirë, valla shqyqër. Unë e ponina mirë. Pak i gjirë nga zëri. Zëri na iku pak se që nja 2 ditë të festu. Kur fitoj Moza, besoj bëre ulërit aty dhe iku, apo? Festove më shumë ti se Moza. Festova dhe unë ma shumë se unë se ndryshova zemrën. Pra unë fitova çmimin e publikut, po dalë në për rrugë Tiranës, më dalojnë burra, gra, gjyshet. Dashuri shumë ke marrë, Bujaka. Ja, është për mu. Ti the pak më parë që nuk e ndrova zemrën. Çfarë ndodhi mes teje dhe Mozës? Bravo. Prandaj më pëlqen nisi mua. Unë da, qa ndodhi? Uftohët. Atë ma heki pak followin Moza. Se kështu. Dhe nuk e di pse ashtu e bepedin krejt njerëzit, nashta pse, sene, po... Do shtë nga që u afrua me Ilirin? Jo, ishte një moment se unë isha thjeshtë në gjumë, po s'po më dzën të gjumi. Dhe aty ta u shi following kër ishte në gjumë? Dhe dola dhe Iliri një ditë para, e patëm një muhabet që ashtu apet, tu nga të mu, si Bujaka me Ilirin mo që tash po nifet a i muhabet i unë. Dhe tha flejte, thash ju s'po më cënë të gjumbin, tha pse, tha qa ki, thash kom emocione, tha për finalen. Edhe ato ndodhe ai momenti që nuk foli atë moment Iliri, u tregu pak i zgjuar, se si ka ndalë parashikimet e mira në bastore. Edhe atë foli Moza, edhe foli tha... s'ki nevoj me fol, re ato, tha se e fry pak e sene, tha me jetë ato e këshyrë, tha që është Moza kjo, tani kur tha... Përshë ndryshim komplet i Mozës. Po, ishte moment si kur po ndjente se doja me amar une, po une kum thonë dhe për fillimit që Moza du me fitu e për qëta se kum ndryshu kur menimin për ta, se kom shok, po qa ishtë momenti që më tha dhe një moment, tha nuk do flaj mo me ty se ti kështu e donë, ato më prejke edhe pak ma shumë, se mu dok vetja si kur
Ata kecat që I ka përmenër moli dhe unë jam peshkaqend vërtit. Edhe për një mene se kum najt me muzën, kum najt se kina bo artë, shoqni të mirë bashkë edhe kina ndjen njëni tjetrin deri në fund. Kina luftu edhe respektin e kina pas reciprok ndaj njëni tjetrit, nuk e kina shfrytzu se dil ti, dil aty, se muza s'ka mujt me ardha, as me mund sfida. As unë me të s'ku mujt mi fola të sene që din mi fola ja, unë Po tani që mbaroj Pujaka, mendon që do kesh një sqarim me mozën, do vazhdoj kjo miqësi mes jush, apo gjithçka ngeli brenda. Qëra, unë e kom tregu edhe masi që e përmenet edhe masi e fitoj, unë e dola prap, unë e kom tregu shumë publikisht ato. Mendoj që mundet edhe moza, mendoj që ajo mundet me kanë ajo që do të me sqaru paka shumë. Për të folur. Me fol drejtën. A duhet të kërkoj falje? A mendon që duhet të kërkoj falje? Po, se di falje. Apo thjesht të kushtoj një poezi? Do ta merrte zemrën me një poezi? Thjesht pak eros. Po raportin e saj me Ilirin, sepse u diskutua shumë, a e shihje thjesht si strategji loje, apo vërtet I shive që po lindte një miqësi mes tyre? Normal dhe largimi, që kënë ndikoj edhe në largimin ndaj te. Strategji loje se ndikoj edhe pak puna e publikut edhe ajo s'gjojnat, po edhe Iliri ka bodo sene çuditshme për të, që unë e respektoj muzën për atë sen, që për reagimin e saj. Po, kur unë gacmu e sene, kina pos, do me onën e muza, e kina luftu Ilirin e 20 fermer tjerë që e në kona të, pesh her unë edhe her muza. Po ajo s'ka rëndësi, unë e kuptoj muzën edhe është e mirë kur din me kone e mirë edhe ashtu, s'kom e sen kështu. Po për eksperiencën tënde në përgjithësi në fermë, ka diçka që je penduar ose që do doje mos ta bëje? Ajo mërë shpirtin pëtë edhe për mjë tregu nivelin e muhabetit aty në që thojza atë ma luishin kështë na e duku me kësi e asi të ma hangër shpirtin në i smur atë të ashtë qam ju bo këtyne më vloha se jam I smut o vloha Kishe faj Kishe ma fa kere veç unë e moza që shtët e kësira ta mu gjojte me kuptu nivelin e muhabetit ty në ashtë për bëj ta mon që për bësh ta për menoj që më ka qu shumë për para qaj sen se du të me pos karakter mi bo këto sene ka thonë. Në fund të disë t'ishe vetvetja. Nuk luajte një rol. Kush mendon që nuk e meritonte finalen dhe ishte pjesë e finales? Me të thënë drejt, në momentin e fundit, më ka pëlqyer edhe Sara ma shumë me qenë finale ma shumë, se Iliri, se e ndjeva një femër që po lufton të shumë edhe apo kupton ajo veç qatë switchin, ka fundi, a I ka follovin për qatë sen. E ka follovin. është shpër shprej ikonike këta një. Po, ta është. është ja heke follovin. Ja boni Arbona, ne dhe. Pujaka, ne këtu bëjmë disa lojra dhe si që shë aty ke një buton, një buzzer. Okej, nice. Dhe unë tani do të bëj disa pyetje dhe ti do shtypësh buzzerin sa më shpejt e duhet përgjigjesh. Me po, se jo, se varësi të pyetjes, okej? Okej, hajde. A je ndar nga një vajzë sepse ke pëlqyer dikë tjetër? Përpara. Ke qenë në ndonjë trekëndësh dashurie? Ku më Më përpara. Më përpara, dëgjoj, më përpara. Para figuruan këto. pyetje pa lidhje. A je konfliktuar fizikisht me ndonjë koleg? Fizikisht? Po, bambum. Jo, se kum dosht miro Ilirit s'di so herë, po e ku mojt vetën, se u dashke me kop çmimin. Biri! Ka bën mo. Gjëja e parë që më tha gruaja kur dola nga ferma VIP ishte. Që më ka thonë, mëre? Lekët. Ai gore, e kena zoj. Du shumë. Kozgjatja më e madhe që ke qëndruar pa I folur gruas ka qenë? 2 mujtit. Vetëm gjatë fermës? Sa keni ndëjtur më gjatë pa komunikuar me njëri tjetrin? Pa folur që keni pas inate, keni pas debate. Veç të firma. Veç të firma. Veç të firma. Dhe një pyetje e fundit shumë serioze,
A e ke bërë qiqi në det? Është shumë serioze kjo. Kina tentu me mozën me bo diçka. Pishin. A u zhyti liri pas I dole du nga pishina? A e shtu aty ju të zhyte, a I tha aty ju hajtë zhytu. Liri hajtë të zhuj shumë I ngrosë. Like ke gati. Sara e mori seriosisht. Ja oki liri promovin pastaj. E tërboj. A mendoj që do kesh një mundësi për të komunikuar me Ilirin, ndoshta për të sqaruar. Se për kësë për Iliri është I pa komunikuar. Dëshiron, ja. Ja do I herë. A Do thash, ekziston mundësia. Ekziston mundësia, normal, se s'ka lidhje aja show është e kështu, nuk I marrëm qaq seriozisht. Nuk do t'i mbash në një natë. Po, a I ndoshta ka frikë se si jena mon kamera. Edhe ka shumë për shkaqeni. Ilirin me të një të frita një dire. Iliri me avion një me tragel. Gjithsesi do kalim të një lojë tjetër. Unë do të jap disa epitete ose mbiemra dhe ti do të më thuash se kujt I rri më mirë, kujt prej fermerëve U rri më mirë, okay? Hajde, inshallah Kujt I pas mira kanë gjitet vllose. epitete. Unë ti të rregulloj, po si po të shumë të forta. Fermeri më inteligjent sipas teje. Moza. Okay? Më acarues. Miliri. Okay? I ose e bukur. Fermeri ose fermerja më e bukur. Simpatik. Kësoni. Sani. Sani, Okay? absolutisht Sani. Më intriganti? Iliri. Okay? Strategu. Pujaka. Fermeri më ofendues. Blerina. Blerina. Okay? Fermeri jo I vërtet. Fake Blerina. falso. Okay? Dhe fermeri më I fort. Jaka! Kuptove Goku me këtë transformoj Super Po shikoj Saiyan. se flok t'i kaja. Ç'të shkrepi njëherë ti bëje bjond dhe me atë peshkaqenin. Është peshkaqen po. Dolim finale, këto hangër dhe muzën po e lam. E kurseve. Bujaka, flasim tani pak për muzikën. Okej. Dhe për artistat shqiptar. Po. Kush të pëlqen ty më shumë, kush të frymëzon, kush mendon që tani për shembull po bën muzikë shumë të mirë? Edhe vetë si DJ e kështu, më kum përkra shumë të rritë, edhe më ka pëlqy sidomos kohën e fundit e kina përkra Bletën, Banën, Bleta për tace. Po, Bleta për Bleta tace. për tace. Kina ndimu me Mulla Gang, kina suportu me atë sa kina pas mundësi. Po është një I Shqipnis që më pëlqen jashtëzakonisht shumë për momentin, e ka emrin Leo Masi. Ai më ka pëlqy shumë. Për ndryshe jo se e kam shok, po më thoj za mu qujt edhe ai artisti I ri, Oznek, shkoku jam nga Tirana që I kena 2 këngë bashk. Edhe ajo goca që është Haluqa janë nga Prishtina, Sahati. Sahati, love Sahati. Për një me mu këtë së më thojnë në fjallën Haluqa që këmë përdor për do njerës që jam për një me diçka pak ma të veçanë muzike dhe I këmë përkra gjithmonë. Tani Jaka, ti ke bërë një këngë që titullohet Ronaldo. Po. Tani do ta bësh një këngë peshkaqeni. Po. Do ta lësh me aq. Do ta bësh një peshkaqeni. Ronaldon, ta është të klasim se unë jam kampion I Kosovës në vitin 2011, futbol, edhe aty mu ka dhonë mundësia, kum lujtë të njëtën futbol, edhe që më ka pëlqy të Ronaldo është jetë gjatësia e tina, që kur nuk ju ka rrit men janë thojza si brazilian që kanë bo pak lek edhe ja kanë I ka hyp vetja në qef. Po, ja kanë e këfollovin asoj puna dhe tani Ronaldo edhe ndodhe ashtu u bo në TikTok është worldwide #1 popular song, nuk ka këngë për Ronaldo ndikush ma dhest se shqiptari I shqiptarëve, Dardanisë dhe të Jaka. Tani që po vjen vera, Bujaka, do kemi, besoj projekte të reja, po nuk e di sa mund na zbulosh, ndonjë bashkëpunime, ndonjë këngëtar tjetër. Po, kena diçka, kom parasysh një këngë me Don Fenomen, Interesant. po, me GRMV-n,
Edhe kom disa tjerë që jam diskutime me ta, s'po du mi përmen edhe amnat, po presim, kjo është pak po e sigur po presim. Po për pas këtyne do me hanë një kam edhe senet me Alandin që më pret kena shumë, kom një kanë nga Mapiano, se unë e bëj eventet a Mapiano në Shqipëri, pari që i këm kriju. Ishte shumë nëjsi. Morime për ty, so morime për kofi, so morime. Jo rej! Shumë faleminderit. Kosti sa mbushi 17 vjetë. 17 vjetë! Ata kanë Greta Koçi, ne kemi Kostian. Kemi një Lorena akoma. Shumë faleminderit, jeni shumë të mirë. Edhe kështu. Shumë faleminderit. Një shkon një nuse Kosovës. Hajde për nuset Kosovës. Edhe kështu. Edhe kështu do ta bëjmë. Faleminderit, ju dua. Faleminderit. Ándale.